Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorisë sërish në qytetin Bregdetar të Vlorës, por të radhë për të shembur një godinë banimi 2 katëshe e cila gjendej në mes të projektit që lidhte rrugën transballkanike me portin detar të Vlorës. Vila tashmë është shembur pikërisht për t'i hapur rrugë realizimit të këtij projekti. Aksioni i shembjes nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit është kundërshtuar nga pronarët e vilës, të cilët jashtë kamerave për Blu Televizion pohojnë se objektin e kanë me dokumente të rregullta pronësie. Sipas tyre çështja është në proces gjyqësor në gjykatën e apelit. Gjykata e shkallës së parë e rrethit gjyqësor Vlorë u ka dhënë të drejtë pronarëve, të cilët nuk janë kundër shembjes, por kërkojnë dëmshpërblim në vlerën e merituar. Çështja është tashmë në apel dhe pritet që apeli të marrë një vendim në vijim. Pronarët pretendojnë gjithashtu se duke qenë një çështje në proces gjyqësor në gjykatën e apelit në Tiranë, godina nuk mund të shembej. Ndërkohë godina e banimit 2 katëshe ngjyrë verdh prej fundit të vitit kaluar ishte në mesin e një prej kursive të qarkullimit në rrugën që lidh portin me rrugën transballkanike. Megjithse projekti nuk avanconte, godina ishte e pashembur, duke bllokuar një prej kursive kryesore të qarkullimit. Ndërkohë shembja e godinës bëhet për t'i hapur rrugë lidhjes së portit detar me rrugën transballkanike.